Evropa dhe bota kishin shembullin e tragjedisë së Bosnjës dhe u treguan shumë të shpejt në reagim kur filloi një njëjta gjë që do të ndodhte në përmasa shumë të mëdha mase në Kosovë, por që ndodhi me 10.000 me 11.000 civil të vrarë dhe e njëjta gjë do ndodhte siç ndodhi në Bosnjë. Pra, nëse ne nuk do kishim një idiot arrogant siç ishte Miloševići, nuk do kishim asnjë pavarësi, nuk është çudi që nuk do kishim as shpërbërje të Jugosllavisë, as pavarësi të Kosovës. Dhe e njëjta analogji është dhe me Netanyahun, një arrogant i tillë, një i smur, domethënë mendor që vepron në mënyrë të tillë, rrezikun kryesor të tij e ka ndaj shtetit të tij, ndaj popullit të tij. Ndaj popullit të tij. Mirë, unë dua të vazhdoj pak me pyetjen e dytë, me çështjen e dytë që lidhet me atë në vijim të kësaj që po flisnim. Izraeli sulmoi edhe Katarin pak ditë më parë me justifikimin se strehon liderët e Hamasit. Dhe vendet e linjës mesme, vendet arabo-muslimane, bën samitin e Dohas si një kundërpërgjigje ndaj sulmit të Izraelit mbi Katarin, ku, po them, rrezikon ose do të shkoj sensibilizimi i vendeve të gjirit, vendeve arabe, po jo vetëm se ishte dhe Turqia aty dhe Irani, në mbështetje, po them, të Katarit dhe çfarë, domethënë ku mund të shkojë kjo punë? Flitet që mund të ketë tronditje të tregjeve të naftës. Nuk e di sa e ke ndjekur këtë çështje. Po e kam ndjekur, me çfarë mirë kam ndjekur. Shiko, Izraeli ka sulmuar Katarin. Përpara pak ditësh ka sulmuar 2 anije në Tunizi. Ka sulmuar Sirin që nuk është kundërpërgjigjur asnjë fishek ndaj Izraelit. Ka bombarduar të gjithë ushtrinë, të gjithë forcën ajrore dhe forcën detare të Sirisë, në të gjithë Sirinë. Vazhdon, sulmon vazhdimisht. Nuk po e quajmë Libanin dhe Gazën, sepse po themi se ata po luftojnë ndërmjet palëve. Po të themi Sirinë dhe Katarin që s'kan asnjë kundërpërgjigje. Siria s'ka bërë asnjë kundërpërgjigje ndaj Izraelit. As ka shkak, asgjë, vetëm mos keti armë, të kem vetëm unë armë, dhe kur dua unë të pushtoj, ty të pushtoj. Sfundmi goditi Katarin dhe është e rëndësishme të shikojmë deklaratat dhe retorika e politikanëve izraelit. Turqia, do godasim Turqia, do godasim Turqinë. Pra, janë duke e shtuar retorikën, edhe dje edhe Netanyahu e përmendi që Jeruzalemi është i joni dhe askujt tjetër, është i gjithë i joni, nuk ka 2 pjesë, nuk ka 2 shtete, edhe ju drejtua me emër Mr. Erdogan. Ju drejtua Turqisë. Pra kemi një arrogancë të jashtëzakonshme, të shfrenuar, që vazhdon vetëm e rrit. A do ta godas Turqinë? Bën vaki ta godas Turqinë? Ja po të shpjegoj. Kemi 2 analogji për t'i marrë në këtë gjë. Analogjia e parë është që Katari nuk është thjesht Katari. Katari është baza amerikane më e madhe e rajonit. Pra kur ka goditur dhe ka sulmuar Katarin, ka goditur dhe ka sulmuar edhe Shtetet e Bashkuara. Por Izraeli më përpara ka goditur e drejt për drejt aeroplan mbajtsen përpara në vitet 80, aeroplan mbajtsen amerikane. Dhe Amerika s'ka bërë asnjë kundërpërgjigje ndaj tij. Pra shikojni me çfarë kemi të bëjmë. Pra ka goditur Katarin, ka goditur sepse është në mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara. Ka goditur Shtetet e Bashkuara. Dhe shumë njerëz nuk e dinë, Katari është pjesë e një këshilli kooperimi të gjirit
është një aleancë ushtarake ndërmjet 6 shteteve, që drejtohen nga Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Kuvaiti, Bahreini dhe Omani. Në këtë, kjo është pak a shumë është një aleancë ushtarake sikurse është NATO, pra nëse një nga shtetet sulmohet, atëherë të gjithë shtetet e tjera janë në luftë. Ndërkohë, me këtë sulm, Katari, Izraeli, e shpërbëri këtë aleancë. Pra kjo në aleancë nuk ekziston më. Pra e ka shpartalluar. Nëse nuk funksionon një herë, do të thotë që kjo aleancë nuk funksionon më. Pse? Sepse 2 prej këtyre shteteve, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini, kanë marrëdhënie diplomatike me Izraelin dhe ka një furnizim shumë të madh nafte nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Izraeli furnizohet me naftë për Emirateve të Bashkuara Arabe. Dhe rrjedhimisht, me këtë, pas këtij sulmi, ata duhet që ti shkëpusnin marrëdhëniet, ishin luftë. Pra kur ti ke sulmuar aleatët, janë luftë. Ata s'kan marrë as i mas në lidhje me këtë, kanë bërë ca deklarata. Dhe asgjë. Kjo është për sa i përket kësaj gjashjes Këshillit të Kooperimit të Gjirit. Të Gjirit, po. Përveç këtyre kemi shtetet të tjera arabe, janë rreth 22 shtete arabe. Dhe u mblodhën dhe ata Egjipti, Sudani, Jordania me radhë. Dhe në fund, ndërta ishte edhe Turqia, në fund çfarë bën një deklaratë atje. Ja, mblodhen për deklaratë, dënojmë këtë, dënojmë atë, por në përfundim mendova se mos ka dhe një veprim tjetër, se duke lexuar deklaratën në fakt s'po e kuptoja, po them, finalizimin e kësaj mbledhjeje. Atëherë duhet kemi parasysh një gjë. Paralelisht me këtë, ndërkohë që atje bëhej summit, mbledhja e këtyre vendeve, sekretari amerikan i shtetit ishte në Izrael. Po. Çfarë do të thënë ka kjo? Mbështetje. Do të thënë është qartësi. Ju mblidhën e këtej, po ne kemi këtë tjetrin këtu, e kemi kap përveshje dhe kemi çuke muri. Po. Bëja detin atje. Pra ky është niveli dhe situatës. Edhe ata kuptohet që janë në një situatë shumë të vështirë, edhe vendet e tjera arabe janë ndërmjet prisjes së raporteve me shteteve të bashkuara dhe pra vendoset në pikpyetje prishja e raporteve me shtetet e bashkuara që për ata, për Arabinë Saudite apo për tjerë janë raporte janë të rëndësishme. Sa i takon dhe nga krau tjetër Palestina. Në summit, të vazhdojmë të diskutojmë dhe disa gjëra. Në summit u diskutua që edhe ngritja le të themi një ushtrie. Po. E cila u diskutuan 2 forma, ishte një ushtri si Egjipti propozoi një ushtri si lloj NATO në nivelin e NATO-s, të një aleance ushtarake. Ndërsa Turqia u shpreh më konkrete dhe tha, unë vë në dispozicion të gjithë potencialin tim ushtarak, kush doj të bashkëpunoj për të vënë fre Izraelit, unë e vëm gjithë potencialin ushtarak në disponibilitet. Megjithatë, deri këtu ndaluan, edhe nuk e di nëse do ketë në një gjë më tepër në të ardhmen, sepse kuptohet, janë shtetet e bashkuara në mes, e cilët të gjithë shtetet pjesëmarrëse aty, gjithë problemi është tek shtetet e bashkuara, domethënë raportet që kanë me shtetet e bashkuara. Sepse kanë raporte. Tani, pas kësaj fillojmë atë tjetrën që ti po thoje, a do ta sulmoj Izraeli Turqinë? Në qoftë se Izraeli sulmon Turqinë, do të thotë që Izraeli shpërbëri edhe NATO, do të shpërbëjë edhe NATO. Po, sepse Turqia është shteti i NATO-s edhe hyn në një pesë, po themi. Shpërbër apo e ka nxjerrë jashtë funksioni
këtë këshillin ushtarak të kooperimit të gjirit që këta kanë, këto 6 shtetet, pra këta aleancën ushtarake që ata kanë, në qoftë se ai sulmon Turqinë dhe NATO nuk reagon dhe gjithë shtetet nuk reagojnë, atëherë s'ka vlerë, NATO nuk ka më vlerë. Këtu ka një problem shumë të madh pastaj. Pra kemi Sepse ky është sinjal për Rusinë pastaj. Patjetër që është sinjal për Rusinë, por Izraeli është mbi shtetet e tjera, nuk është shtet si shtetet e tjera. Drejtat e njerëzit dhe të drejta ndërkombëtare nuk vlen për Izraelin. Vlen për gjithë pjesën tjetër të botës dhe për Izraelin nuk vlen. Kështu që nuk është çudi që mund të sulmohet Turqia dhe nuk reagohet, dhe kur të sulmohet një shtet tjetër i NATO-s, të reagohet. Sepse e drejta dhe ligji nuk vlen për Izraelin, pra 76 vjet ekzistencë, Izraeli ka demonstruar që është mbi ligjin dhe ligji nuk vlen për të. Vlen për gjithë të tjerët, gjithë kanë pasojat, për Izraelin nuk ka vlerë, edhe nuk ka vlejtur. Dhe drejta ndërkombëtare e ka shkelur 76 vjet rresht që është aty në atë vend, e ka shkelur në mënyrë të vazhdueshme. Këtë nuk e kisha menduar, që sulmi ndaj Turqisë i pasuar me një mos reagim, qoftë nga ana e Turqisë apo qoftë edhe nga ana e vendeve të tjera të NATO-s, mund të sjellë një precedent mjaft problematik. Pra shpërbërjen de facto aleanca nuk ka më vlerë. Nuk ka më vlerë. Dhe kjo është edhe arsyeja mbase që deri tani ai Izraeli ka qenë i tërhequr që nuk kanë kryer veprime, le të themi, ndaj Turqisë. Qartë. Mirë, unë dua të kalojmë tash pa humbur kohë Floriar këtu në Kosovë. Të flasim pak për atë se çfarë ka ndodhur ditët e fundit. Dua ta nis nga dëshmia në gjykatën speciale aty në Hag të krahut të djathtë të ish sekretares së shtetit Madeleine Albright në vitet 97-99, James Rubin, i cili në një mënyrë mjaft domethënëse është përpjekur që ta heqë përgjegjësinë e liderëve të ushtrisë qëndrore të Kosovës nga të gjitha gjërat për të cilat ata akuzohen, qoftë në raportin e Dick Martit, qoftë në akuzat e prokurorisë së gjykatës speciale. Është pritur me mjaft pëlqim në Kosovë, kam përshtypjen në të gjithë botën shqiptare, dëshmia e tij dhe tashmë të paktën ne shqiptarët presim që liderët e ushtrisë qëndrore të Kosovës të çlirohen. Pra të hiqet ajo barë e rëndë e akuzave nga. Po nga ana tjetër, për një pjesë të komentatorëve kjo ka qenë edhe problem, sepse nëse ne u heqim përgjegjësinë, po themi, liderëve të ushtrisë qëndrore të Kosovës, liderëve politik, atëherë kujt ka qenë merita e çlirimit? Pra është një thik me dy presa në këtë. Si e ke parë të gjithën këtë? Atëherë procesi gjyqësor që ka nisur prej 2 vjetësh, ndërkohë që ka 5 vjet që ai tha që mbahet në burg, ka mbaruar të marrjen e dëshmive nga akuza, pra rreth mos gaboj më shumë se 260 vet kanë dhënë dëshmi, disa të drejtë për drejtë, disa me shkrim të kërkuara nga akuza, dhe tani ka filluar në marrjen e dëshmive nga mbrojtja. Dhe i pari prej tyre ishte ndihmës sekretari i shtetit, James Rubin. Ai dëshmoi qartësi në mbështetje të Thachit dhe të komandantëve të tjerë të UÇK-s. Kuptohet qëllimi i tij ishte që lehtësimi i pozitës së tyre ligjore, duke i trajtuar ata si mos përgjegjës për krimet. Pra, nëpërmjet kësaj ne kuptojmë diçka, që krime ka. Po kush do ta mbaj përgjegjësinë për krimet? Kjo është tjetër gjë. Pra, a do jetë përgjegjës Thaçi, a do jetë plotësisht për Thachit e të tjerët, apo nuk do jenë?
kjo është do shikohet, pra. Pra, ai nëpërmjet atyre qëndrimeve që mbajti dje, vërtetoi këtë që krimet janë të faktuara pak a shumë nga gjykata dhe ai u përpoq që thoshte nuk është ky përgjegjës. Pra, edhe nëse ka krime, nuk është ky përgjegjës. Në fakt, kjo është një kërkesë që Thaçi, gjykata speciale është një kërkesë që Thaçi ja bëri vetes vet. Sepse ngritën një gjykatë speciale për të gjykuar viktimën dhe jo për të gjykuar agresorin. Një gjykatë të cilën nuk e ka ngritur Serbia, i cili është agresori, që ka vrarë 11.000 civil në atë konflikt, por e ngritëm neve sepse ne jemi ata më të dhe më mbas edhe më inferiorët në aspekt me politikën ndërkombëtare. Pra ne plotësojmë çdo kërkesë që na vjen dhe kjo është një lloj pamaturie, jo pamaturie, por edhe një zemërgjërsi e tepruar apo një tolerancë e tepruar nga politika shqiptare, jo vetëm në Kosovë, por mbas edhe në Shqipëri. Pra, plotësimi i kërkesave pa kriter i kërkesave të ndërkombëtare, kur ato të cënojnë edhe interesat e kombit tënd, kjo është... Kur ai gjykatu ngritmi raportin e Dik Martit që djej publikisht që ishte problematik i influencuar me dëshmi, po themi, të paragjykuara. Po edhe me gjëra absurde fare, transplant organesh në fshatrat e Burrelit. Pra, ajo nuk erdhi si kërkesë drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po themi. Pra nuk u ngritmi pretendime. Po kishte një lloj presioni edhe nga aleatët, nga BE-ja dhe nga Shtetet e Bashkuara. Pastaj nuk ishte aq i rëndësishëm dhe aq mund të kalojë. Mirë, ajo që duhet të kenë parasysh, pra ai problemi i politikanëve tanë dhe i qëndrimeve tona është sepse neve nuk funksionojmë në bazën e reciprocitetit. Nëse e njëjta gjykatë është ndërtuar për shqiptarët, e njëjta gjykatë duhet ndërtohet edhe për serbët. Serbët ku i gjykuan ata? Disa i gjykoi ajo ish gjykata Tribunali i Hagës për krimet në Jush Jugosllavi, disa me kokrat, me gishtat e dorës. Edhe një 4-5 veta i dënoi Serbia me një gjyq atje në... Po të cilët janë rehabilituar tani, janë futur si pedagog në për universitete, kështu që... Pra, e njëjta gjë nuk ndodhe për Serbinë, që ka vrarë kaq njerëz. Dhe për 200 krime, 100 apo 200 krime që bëhet fjalë në Kosovë, që shumica atyre janë rrahje, apo që themun ca dëbime, ose... që gjithsesi nuk duam të justifikojmë krimet, dhe disa prej tyre janë vrasje. Për kaq pak krime ngrihet gjykata, ngrihen dhe dënohen dhe mbahen 5 vjet pa dënim, mbahet presidenti. Presidenti i një shteti. Presidenti i një shteti mbahet 5 vjet pa marrë vendim. Megjithatë, mbajtja e tij kaq gjatë dëshmon dhe diçka tjetër që ka prova dhe fakte të tilla që atë e mbajnë brenda.